El Ghazali na mëson se shpërthimi i zemrës është shpesh fillimi i një udhëtimi të ri drejt Allahut. Ai thot: zemra e thyrë është si një derë që Allahu e hap për të hyrë ai vet. Ai nuk hyn në zemrat që janë plot me krenari, por në ato që janë bosh dhe të thyrë. Një njeri erdhi tek El Ghazali dhe i tha: kam humbur gjithçka, s'më ka mbetur asgjë. Dhe ai ju përgjigj: ti tani ke gjithçka, sepse kur s'mund të mbështetesh më në askën tjetër, ti ke kuptuar se të mjafton Allahu. Kur gjithçka që ke dashur të rëshqet nga dora, kupton se askush nuk është garant për ty, përveç Zotit. Ai që të krijoi, ai që të dha çdo gjë, ai është gjithmonë aty, në çdo thyrje, në çdo rënje, në çdo lot.